Maqedonia e Veriut ka shënuar rënje në indeksin e lirisë së mediave te reporterët pa kufi, duke zbritur nga vendi 42 në 45 dhe duke u klasifikuar në grupin e vendeve me situatë problematike. Edhe pse rezultati i përgjithshëm mbetet i njëjtë, vendi ka pësuar përkeqësim në të gjithë treguesit kryesor që matin lirinë e medias, përfshirë aspektet ligjore, politike dhe ekonomike. Sipas raportit, problemet kryesore lidhen me përhapjen e dezinformimit, mungesën e profesionalizmit dhe rënjen e besimit të publikut, si dhe me qëndrimet shpesh negative të zyrtarëve ndaj gazetarëve. Nevojiten masa efektive për të mbrojtur gazetarët dhe ato duhet të shihen si katalizator për ndryshim, duke filluar me dhënien fund të kriminalizimit të gazetarisë, keq përdorimi i ligjeve të sigurisë kombëtare, padisë slap dhe pengimi sistematik i tyre që hetojnë, ekspozojnë dhe mbajnë përgjegjës. Mekanizmat ekzistues të mbrojtjes nuk janë mjaftueshëm të fortë, e drejta ndërkombëtare po minohet dhe pandashkueshmëria është e përhapur. Në nivel global, raporti i RSF tregon një përkeqësim alarmues të lirisë së medias. Për herë të parë, më shumë se gjysma e vendeve në botë konsiderohen në situatë serioze ose shumë serioze. Një ndër arsyet kryesore është rritja e ligjeve kufizuese, sidomos në emër të sigurisë kombëtare, të cilat po përdoren për të kufizuar punën e gazetarëve dhe për të kriminalizuar gazetarinë. Në rajonin e Ballkanit, situata paraqitet kryesisht e dobët, me shumicën e vendeve në kategori problematike ose serioze. Vetëm Slovenia dhe Mali i Zi ka një gjendje më të qëndrueshme, ndërkohë në nivel global, Norvegjia vazhdon të kryesojë renditjen për të 10 vit radhazi, ndërsa Eritrea mbetet në fund. Raporti gjithashtu thekson se presionet politike, pasiguria ekonomike dhe faktorë të tjerë si pabarazia gjinore dhe dobësimi i mediave lokale po ndikojnë negativisht në pavarësinë e gazetarisë në Maqedoninë e Veriut, duke e bërë situatën e lirisë së mediave gjithnjë më të brisht.